Le t'imagjinojmë pak një moment. Një moment kur gjithçka që dim, çdo rregull, thjesht avullon. Kur gjithë eksperienca jon bëhet e pavlefshme dhe ekipi fillon të shpërbëhet para syve tan. Jo, kjo nuk është ndonjë skenar filmi. Kjo është historia e vërtetë e asaj që ndodhi në një ditë përvëlluese gushti në vitin 1949. Ja, kjo është pyetja thelbësore, apo jo? Si veprojmë kur asgjë nuk ka më kuptim, kur përballemi me një paqartësi totale dhe me një presion të jashtëzakonshëm? Si i marrim vendimet? A i besojmë instinktit, trajnimit apo njerëzve që kemi përreth? E po përgjigja fshihet me një proces që, në fakt, shumica prej nesh e bën pa e kuptuar fare. Ky proces ka një emër, kuptimsim. Por kujdes, se kjo nuk është thjesht marrje vendimesh. Jo, është diçka tjetër, është hapi thelbësor që vjen përpara se të marrim një vendim. Është tamam ajo përpjekja jonë për t'i dhënë kuptim një bote që na duket konfuze, për të lidhur pikat dhe për të krijuar, le të themi, një lloj harte mendore të asaj që po ndodh vërtet. Dhe pikërisht këtu qëndron gjithë ndryshimi. Zakonisht mendojmë kështu. Së pari analizojmë, pastaj vendosim dhe në fund veprojmë. Një proces linear. Por kur jemi në mes të kaosit, shpesh ndodhe kundërta. Ne veprojmë por të kuptuar. Pra, provojmë diçka, shohim se çfarë efekti ka dhe vetëm atëherë fillojmë të ndërtojmë një kuptim të përbashkët me ata që kemi pranë. Nuk është as pak një rrugë drejt, është më shumë si një vallëzim me realitetin. Mirë, po çfarë ndodh kur ky proces shembet? Kur gjithçka shkon tmerrsisht keq? Për ta parë këtë, duhet të kthehemi pas në kohë, në vitin 1949, në malet e Montanës. Sepse historia e zjarrit të Man Gulch është një mësim tragjik, por absolutisht thelbësor, që na tregon se si edhe ekipet më elitare mund të shpërbëhen kur humbasin atë kuptimin e përbashkët. Dhe gjithçka ndodhi me një shpejtësi marramendëse. Flasim për zjarfikës parashutist, do me thënë, elita e elitës. Ata u hodhën atje për të menaxhuar diçka që dukej si një zjarr krejt rutin, por ja që në më pak se 2 orë, situata u kthye në një ferr të vërtet dhe përfundoi si një nga tragjeditë më të mëdha në historinë e shërbimit pyjor. Imagjinojeni pak skenën, kur u hodhën nga avioni, vetë besimi ishte në maksimum. Ata madje kishin një emër për zjarre të tilla. I quanin zjarret e orës 10. Ishte si zhargoni i tyre i brendshëm, një lloj kodi për të thënë, kjo është punë e lehtë. Po çfarë donte të thoshte ky kod? E po, thjesht që zjarri ishte aq i parashikueshëm sa që ata ishin të sigurt se do ta kishin shuar plotësisht deri në orën 10 të mëngjesit tjetër. Dhe ja ku fillon problemi. Pikërisht ky supozim fillestar, kjo mënyrë e gabuar se si e pan situatën, ishte fara e katastrofës që do të vinte. 12. Ky është numri i zjarrfiksëve që humbën jetën atë ditë. Nga 15 anëtarët e ekipit, vetëm 3 mbijetuan. Pra, lind pyetja, si është e mundur që një zjarr i orës 10 u kthye në një kurth vdekjeprurës? E po, përgjigjja nuk fshihet te flakët, por te psikologjia e ekipit. Pra, le të shohim më thellë se çfarë ndodhi në ato momente kyçe. Kujdes, kjo nuk ishte një dështim i aftësive teknike, jo, ishte një kolaps total i kuptimsimit. Ajo harta mendore e përbashkët që duhet i mbante të gjithë bashk, thjesht u thërmua dhe e la secilin antar të vetëm përballë kaosit. Dhe problemet në fakt fillojnë pikërisht këtu, shumë më përpara se zjarri të dilte jashtë kontrollit, sepse ai nuk ishte një ekip i mirëfillt, as pak. Ata ishin thjesht një grup individësh të mbledhur në momentin e fundit. Shumica nuk e njihnin njëri tjetrin, dhe ç'është më keqja, nuk e njihnin mirë as liderin e tyre, Uag Dodge. Kjo mungesë e lidhjeve personale ishte si një themel i kalbur që priste të shembej. Dhe dëgjoni pak këtë citat nga gruaja e tij, zonja Dodge. Është vërtet tronditës në sinqeritetin e tij. Na jep një portret të një njeriu shumë kompetent, por emocionalisht të largët. Dhe kjo të bën të mendosh, apo jo? Nëse gruaja e tij, personi më i afër, ndiej kështu, imagjinoni pak se si mund të ndiejë një ekip i tërë i huajsh, jeta e të cilëve varen nga vendimet e tij. Dhe ja ku arrim në thelbin e problemit. Shkëputja ishte totale. Çdo veprim i Dodge-it, që në fakt bazohej në intuitën e tij superiore, u keq interpretua plotësisht nga ekipi. Ai u alarmoa, ata menduan se po bënte panik pa lidhje. Ai u bërtiti hidhni veglat që të vraponin më shpejt, ata e panë si një akt dorëzimi, si tradhti.
Dhe kur ai bëri gjën më të paimagjinueshme, ndezi një zjarr për t'i shpëtuar zjarrit, ata pan vetëm një gjë, çmenduri të pastër. Por e vërteta është se veprimi i Dodge-it nuk ishte as pak çmenduri. Përkundrazi, ishte një akt gjenial, një shkëndijë intuite lindur nga dëshpërimi. Tani, le të analizojmë pak se çfarë kuptoi ai që ekipi i tij nuk arriti ta kuptonte, dhe pse besimi i humbur u bë pengesa fatale. Pra, si funksionoi kjo ideja e tij gjeniale? Shumë thjesht në fakt. Duke djegur barin përpara vetes, Dodge krijoi një zonë të sigurt, një lloj ishulli të zi ku nuk ishte më asgjë për t'u djegur. Kur zjarri i madh arriti aty, thjesht nuk kishte karburant dhe u detyrua të kalonte anash tij. Ishte një zgjidhje që dukej e çuditshme, por në fakt ishte brillante për një problem që dukej i pasgjithshëm. Dhe ja ku vjen pjesa më e pabesueshme e gjithë kësaj. Ai e shpiku aty për aty. Në atë moment, termi zjarr shpëtimi nuk ekzistonte fare para asaj dite. Ishte një akt i pastër improvizimi, një përshtatje e menjëhershme që i erdhi nga vitet e tëra të përvojës, dhe kjo e lejoi atë të shihte një rrugë dalje, aty ku të gjithë të tjerët pan vetëm një fund tragjik. Atëherë, pyetja mbetet, pse nuk e ndoqën? Pse nuk i besuan? Përgjigja, faktikisht, është një kombinim fatal i disa faktorëve. Së pari, komunikimi i tij ishte gjithmonë i dobët. Së dyti, ekipi nuk ishte i lidhur. Së treti, disa gabime të vogla në fillim të misionit e kishin dëmtuar tashmë kredibilitetin e tij. Pra, kur erdhi momenti vendimtar, thelbi gjithçkaje, besimi thjesht mungonte. Edhe të ta themi troç, askush nuk dje kurrë që nuk i kupton nga një lider të cilit nuk i beson. Megjithatë, tragjedia e Man Gulch la pas disa mësime jashtëzakonisht të rëndësishme. Këto mësime kanë formësuar praktikat moderne në fusha me rrezik shumë të lartë, nga zjarfikësit e sotëm e deri te pilotët. Ideja kryesore, të shmanget kolapsi i kuptimit, duke ndërtuar diçka shumë të fortë, një mendje kolektive. Dhe ky është edhe qëllimi final. Por çfarë është kjo mendja kolektive? Kujdes, nuk do të thotë që të gjithë mendojnë njësoj, as pak. Do të thotë që të gjithë anëtarët e ekipit punojnë duke u bazuar në të njëjtën hartë të realitetit dhe e përditësojnë atë vazhdimisht përmes komunikimit të hapur. Ata ndajnë atë që shohin, sfidojnë supozimet e njëri tjetrit dhe sigurohen që kuptimi i tyre për situatën të evolojë së bashku, në kohë reale. Kontrasti në fakt është bardhë e zi. Nga një anë kemi një grumbull individësh me besim të ulët te njëri tjetri. Nga ana tjetër kemi një njësi të mirë stërvitur me komunikim të hapur dhe besim të lartë, dhe dallimi mes këtyre të dyjave, sidomos në situata ekstreme, është dallimi mes jetës dhe vdekjes. Dhe kjo nuk është thjesht teori akademike, duhet ta dini. Fusha si aviacioni e kanë kthyer këto në një shkencë të mirëfillt. Ekziston një trajnim i quajtur CRM ose menaxhimi i burimeve të ekuipazhit. Ky trajnim i mëson pilotët dhe stafin që të komunikojnë hapur, të sfidojnë vendimet e njëri tjetrit me respekt dhe më e rëndësishmja, të sigurohen që të gjithë në kabinë po shohin të njëjtën panoram. Kjo është trashëgimia e drejtpërdrejtë e mësimeve të nxjerra nga tragjedi, si ajo e Man Gulch. Në fund të ditës, gjithçka përmblidhet te kjo ide e fuqishme nga studiuesi Carl Wake. Dhe ideja është kjo, do të ketë gjithmonë momente kur situata është aq e re dhe aq konfuze, saqë edhe kuptimësimi kolektiv thjesht dështon, nuk funksionon. Dhe pikërisht në ato momente kur logjika nuk mjafton, është ai rezervuari i besimit i ndërtuar me kalimin e kohës që bëhet gjëja e vetme që mund të bëjë diferencën. Kështu që pyetja mbetet për të gjithë ne, për të menduar. Kur gjithçka përreth shpërbëhet, kur vjen kriza, a bashkohemi në një mendje të përbashkët apo thjesht shpërbëhemi në një panik të përbashkët? Përgjigjja, siç e mësoi bota në mënyrën më të hidhur atë ditë në Man Gulch, varet tërësisht nga themelet e besimit dhe komunikimit, të ndërtuara shumë kohë përpara se të shfaqen flakët e para.